21 janari ishte një fushat e egër për ta futur Shqipërinë në konflikt, në vllavrasje. E arritën atë? Dhe natyrisht, jo, nuk e arritën, po jo sepse ashtu donte Edi Rama dhe ashtu donte Sali Berisha apo të tjerët. Në 21 janar ishte vendosur një skenar njësoj si i Siris. Ai Siris përfundoi me gjakderdhje masive për gati 500.000 të vdekur, të vrarë, të masakruar, të djegur, të therrur, pamjet më makabre bota i ka parë pikërisht në atë konflikt. Të nxitur qëllimisht nga amerikanët dhe izraelitët, që përveç se Siris doni të merrin mbar gjithë veriun e Afrikës, Shqipërinë, Turqinë, Jordaninë e tjerë. Gjë që nuk e arritën dot, siç ju thash, jo sepse nuk donin apo se nuk mundnin. Kush i pengoi? Çfarë i pengoi? E vërteta që doli në disa burime të inteligjencës